Pro Ligj Podcast, unë mbështet nga Mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Pro Ligj Podcast. Mendjet që krijojnë ka nevojë të mbrohen nga shoqëria dhe nga ligji. Ky i fundit i ka të gjitha mekanizmat e duhur për të ruajtur dhe të mbrojtur të drejtën e autorit. Por, në fakt, në aktualitetin që jetojmë, sa realisht e drejta e autorit respektohet dhe kur përdoret kjo e fundit për t'i sjellë benefite autorit vet. Nëse konstatoni se e drejta juaj është shkelur, ku mund ta mbroni atë? Për të folur për të drejtën e autorit, kemi sot të ftuar avokatin Oltion Spiro, i cili është dhe ekspert në fushën e të drejtës së autorit. Olti, mirë se erdhe. Cili është qëllimi kryesor i të drejtës së autorit dhe çfarë është realisht e drejta e autorit që flitet? E drejta e autorit klasifikohet tek pronësia intelektuale i tërësisë. Pronësia intelektuale, bëj një hyrje të shkurtër, ka dy nën klasifikime, pronësinë industriale dhe pronësinë letrare dhe artistike. Ndryshe quhet drejta e autorit. Këto janë të drejtat të cilat mbrojnë krijimin e njeriut nëpërmjet veprave artistike. Pra mbrohet në një farë mënyrë krijimi aspekti intelektual pra aspekti frymësor, por që lidhet me krijimin intelektual të njeriut. Tani, e drejta e autorit ka një veçanti në krahasim për shembull me të drejtat të tjera. Ajo krijohet vetëm nga njeriu, pra e thot dhe ligji vetë të drejtën e autorit, titullari të drejtës së autorit është person fizik, ndryshe nënkuptohet individ. Që do të thotë që jetë tamam iden e krijimit, një krijim intelektual nuk mund të krijohet dot kurse mund ta një personalitet juridik. Rrjedhimisht, ligji duke thënë këtë, në një farë mënyrë mbron dhe vetë personi fizik individin përpara një bashkëkontraktori i cili mund t'i kërkojë më shumë se ç'ai është në gjendje ose ka dëshirë që t'jap. Po besoj mund të flasë pak më vonë për këtë. Pra, e drejta e autorit është një e drejtë që mbron krijimet letrare dhe artistike, ose ndryshe ligji thot veprat artistike, që krijon një individ, një person që quhet autor. Tani veprat artistike ose veprat në fakt janë duhet plotësojnë një kriter. Cilat janë kriteret që ligji kërkon që vepra të plotësojë për t'u klasifikuar si një vepër artistike? Kriteri është shumë subjektiv. Dhe kjo ka sjellë dhe shumë problematika në gjykata, ndërdite etj, por është një kriter shumë subjektiv, është kriteri i origjinalitetit. Kriteri i origjinalitetit nuk ka të bëjë me risin. Kriteri i origjinalitetit do të thotë që është, siç e shprehte doktrina fare shumë kohësh, shprehje e botës së brendshme të autorit. Pra atë që autori ka dashur të thokë. Jetë njëta gjithmonë në teori, një shembull shumë bazik, dy piktorë që pikturojnë të njëjtën peizazh. Në të njëjtën kohë, me të njëjtën për shembull të dhëna meteorologjike etj, por do shikojmë që do ketë dallim midis të dyve. Për shkak të gjendjes, për shkak se secili e shpreh atë në mënyrë të veçantë. Ky është origjinaliteti. Tani, duke thënë këtë, në fakt, me kalimin e kohës, duke marrë vetëm bazë kriterin e origjinalitetit, u kuptua që shumë vepra, të themi, nuk futeshin dot brenda vetëm këtij kriteri. Më vonë, gjykata shpikën ose krijuan një kriter tjetër që ligji e ka të përfshirë atë të krijimit intelektual. Për shembull, programet kompjuterike mbrohen nga drejta e autorit. Po programet kompjuterike nuk kanë asgjë origjinale në kuptimin e një vepre letrare, vepre kinematografike dhe muzikore. Por ato mbrohen nga drejta e autorit, sepse janë një krijim intelektual i njeriut. Pra, origjinaliteti, të themi që mund të përfshijë në një farë mënyrë dhe risin, por risia në sensin, në kuptimin që një person e shpreh ndryshe një diçka që dikush e ka shprehur ndryshe më përpara. Dhe
i shtuar dhe krijim intelektual. Pra krijim intelektual origjinal, thot ligji ynë. Për të zgjeruar pa kriterin, për të futur për të pranuar dhe veprat e tjera të cilat vetëm me kriterin e origjinalitetit nuk do pranoheshin kur brenda gjirë të drejtës së autorit. Programet kompjuterike, veprat pak për shembull që janë më tepër si thua dallojnë shumë për aspektin e tyre utilitar se sa estetik, kështu që ishte e nevojshme të bëhej një zgjerim i tillë dhe është bërë një zgjerim i tillë. Dhe vetëm në jurisprudencë të huaj. Që të konsiderohet e mbrojtur e drejta e autorit, a duhet të regjistrohet dhe nëse po, ku regjistrohet e drejta e autorit? Po, kjo lidhet sërish edhe me kriterin e origjinalitetit që është shumë i rëndësishëm. Për ligji thotë që e drejta lind me krijimin e veprës. Që do të thotë që si element vlefshmërie e të drejtës, regjistrimi nuk vlen. Regjistrimi do të vlej për efekt provueshmërie. Me pak fjalë, kush e ka bërë i pari një vepër për cilën mund të ketë një lloj konflikti. Ç'do të thotë që e drejta e tij lind me krijimin e veprës? Do të thotë që pavarësisht, për shembull, ekziston që ta fillojnë pak më ndryshe, ekziston mekanizmi i regjistrimit të drejtës. Po. Pra kush krijon një vepër mund ta regjistrojë pranë drejtorisë së drejtës së autorit që është brenda, do të thënë një departament dikaster brenda Ministrisë së Kulturës. Regjistrimi vlen vetëm për t'i thënë të thua palëve të treta ose për t'i bërë të ditur që unë e kam krijuar këtë vepër. Por jo që unë jam pronari i veprës ose unë e zotëroj veprën. Ne mund ta themi këtë vetë personalisht, por mund të dalë hipotetikisht dikush tjetër të thotë që jo, këtë e kemi krijuar bashkë. Ose jo, këtë ideja e ka qenë e imja, jo vetëm ideja, por edhe materializim ka qenë i imi. Pra mund të linë konflikte të kësaj natyre. Dhe zgjidhja me këtyre konflikteve nuk e jep dot momenti i regjistrimit, kush e ka bërë regjistrimin i parë, legitimin që fakti që ke regjistrim nuk të jep titull pronësie, por këto me konflikti e zgjidh vetëm gjykata. Pra kriterin e origjinalitetit dhe kriterin tjetër të momentit se kush është i pari që ka krijuar një vepër, nëse do jemi gjithmonë në kushtet e lindjes së një konflikti, do ta nxitej gjithmonë gjykata. Procesi i regjistrimit të drejtës së autorit është një proces që kryhet online apo duhet bërë fizik pranë drejtorisë që ja cituar? Jo, kryhet dhe online nëpërmjet IOD-s. Mund kryhet dhe fizikisht. Me çfarë aktësh? Pra, dikush që do të mbrojë të drejtën e autorit, çfarë aktësh duhet ai të paraqisë pranë sekretarie për ta mbrojtur? Është shumë e thjeshtë, është një kërkesë, plotësoj një formular dhe kuptohet, duhet të shoqërohet dhe me veprën që dëshiron të mbrosh. Tani, mund të jetë një poezi, mund të jetë një partitur. Këtë e bashkëngjit dhe e dërgon mund të jetë një skenar. Por mund të jetë dhe një ide emisioni. Një ide emisioni, atëherë duhet që minimalisht ta kesh shkruar në një lloj, ta kesh hedhur në një dokument deri diku të detajuar që të krijosh iden të tretëve dhe të as që ti ke një ide origjinale. Pse duhet shkruar, pse duhet materializuar? Sepse ideja në vetvete nuk mbrohet nga drejta e autorit. Idet e pa materializuar. Sepse gjithmonë ajo si thua një lloj dikotomi ose më saktë luftën në fazë midis lirisë së shprehjes dhe të drejtës pronësore të autorit. Nëse do mbronim edhe idet me të drejtë autori, atëherë do ishte një si thua bllokim, po të them shtruim i madh i qarkullimit të lirë të ideve. Pra, thuhet edhe në ligj që në fillim që idet nuk mbrohen nga drejta e autorit. A mund ta mbrojmë ne ligjin me të drejtë autori? Atëherë e para punës së ide, po mund të mbrohet, por duhet keni parasysh do të verifikim tek kriteri origjinaliteti është shumë i rëndësishëm. Një vepër nuk do të jetë banale, që do të thënë banale, jo në kuptimin e pabukur ose kështu, banale në kuptimin që
mblidhemi në një studio dhe bëjmë një debat. E materializon dhe thua që dua të bëj një kështu për këtë, të bëj një debat në lidhje me këtë gjë. Mundet efektivisht që të dorëzohet si ide, të depozitohet dhe të regjistrohet, por pastaj nesër pas nesër nëse dikush tjetër mund të hapi të njëjtën podcast, aty do shtrohet çështja e origjinalitetit, sepse nëse do ketë një konflikt midis dy personave që bëjnë të njëjtin podcast, do të shtrohet çështja është ideja ime origjinale apo s'është ide origjinale. Dhe kjo nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të shkojnë në gjykatë. Pra, mund të mbrojë, efektivisht, nuk ka asnjë problem, por nga ana tjetër duhet me qenë shumë këto janë disa detaje të vogla, si thua, duhet të qenë shumë specifik në disa gjëra minimale, në disa detaje elemente që e karakterizojnë. Dhe që thua që po, unë kam këtë ide origjinale. Dhe kjo është e ime. E materializuar gjithmonë. Dhe në fakt kjo është e jona. Po. Dhe e vërtetojmë këto me element jetik. Po. Sa zgjat mbrojtja e të drejtës së autorit nëse do ta konvertonin në kohë? Pra procedura formale e regjistrimit. Jo, nuk zgjat. Nuk ka kohë. Nuk ka, jo, procedura e regjistrimit në vetvete nuk zgjat shumë. Por procedura kozgjatja e të drejtës së autorit si e drejtë pronësore është tjetër gjë, që do të thotë që para shumë vitesh ka patur një debat. Sa do ta mbrojnë drejtën e autorit? Kush do jetë afati mbrojtës së drejtës së autorit? Derisa të jetë gjallë autori edhe pas vdekjes së tij etj. Dhe është tashmë është rënë dakord dhe pjesa më e madhe e vendeve të botës ka rënë dakord që të respektoj këtë afat. E drejta e autorit është e vlefshme deri në 70 vjet pas vdekjes së autorit. Pra, nëse një autor ka krijuar një vepër 20 vjeç, vdes 95 vjeç, duhet i shtojmë, pra gjatë këtyre viteve ai ka përfituar nga e drejta e tij, pavarësisht regjistrimit ose jo, kjo nuk ka rëndësi, dhe kjo e drejtë vijon të mbrohet edhe 70 vjet pas vdekjes së tij, sepse këtë e thot ligji, pra është e padiskutueshme. E drejta mbrohet dhe 70 vite mbas norimit të jetë të personit që ka mbrojtur të drejtën. Po të mirat financiare, kush i përfiton në këtë rast? Gjatë kësaj periudhës për të cilën mbrohet dhe ka koshtrirje e drejta autori. Janë trashëgimtarët që mund të jenë trashëgimtarët sipas kodit Që civil, administrojnë të mirat që administrojnë, kështu që nuk Si funksionon kontrata e porosisë dhe ajo e që rastet të drejtat e autorit sipas ligjit? kontrata e porosisë është në fakt është shumë e rëndësishme çfarë thuhet në kontratën e porosisë. Edhe prandaj dhe së pari njerëz për hyrje duhet të thënë gjithmonë që një kontratë autori që quhet, që gjithë autorët me një bashkëkontrator tjetër që mund të jetë një producent, që mund të jetë një pronësitës vepre, që don autori nga jurisprudenca, nga doktrina shiket si palë e dobët, në kuptimin që nëse një klauzol është shumë në disfavor të tij, gjykata potencialisht mund ta censurojë një të tjetër, sepse gjithmonë palët në këtë lloj kontratë nuk janë të barabartë. Në këtë, analiza që mund niset nga kjo premisë. Tani kontrata e porosisë thot ligji, dhe për kthimin kësaj që themu është un ligj thot, nëse nuk shkruhet ndryshe në kontratë, të drejtat e autorit për veprën që krijohet në kuadrin e kontratës së porosisë i takojnë autorit. Pra ti më porosit mua një partitur, një pikturë, unë e pikturoj, ajo është e imja, pavarësisht se ma ke porositur dhe ti e ke vënë punë ambientet e re. Nëse nuk parashikohet e kundërta, pra duhet një dispozitë specifike që parashikon autorsti për emër të porositësit. Nëse kjo nuk shkruhet, i takon automatikisht? I takon automatikisht, i takon autorit me ligj. Pra kjo është një veçanti e kontratës së porosisë. Tani për qeradhonjen, qeradhonja e drejtës së autorit funksionon dhe thotë ligji funksionon sipas dispozitave të kodit civil. Unë të do të bëja vetëm një vërejtje të vogël në lidhje me këtë. Qeradhënia kishte rëndësi atëherë kur veprat qarkullonin me suport fizik.
DVD, CD, kaseta audio, kaseta video që jepesh me që mbashin 2-3 ditë dhe ktheheshin. Pra, kjo sot modeli ekonomik ka ndryshuar thelbësisht. Ne nuk japim më vepra në qira, por ne vëmë në dispozicion të publikut të vepra. Çfarë do të vëmë në dispozicion të publikut? Do me thënë, çfarë shikojmë në Netflix, çfarë dëgjojmë në Spotify, të gjitha këto na vjen ne në dispozicion. Kush na vjen në dispozicion? Na vjen në dispozicion materiali muzikor. Ne kemi një të drejtë, një përfiti, jemi si thua për përfitues të një licence jo ekskluzive, pra domethënë ne e përdorim, ne thjesht përdorues të veprës, nuk kemi pronësim mbi vepër, por dhe e gjithë kjo mekanizëm përkthehet në atë që quhet vënia në dispozicion të publikut. Kështu që do thosha që potëra që veprës është parashikohet, por nuk është ajo që është predominuese në modelin sotëm ekonomik të terës autorit. Si trajtohen veprat e përbashkëta, punës në porosi dhe veprat në posedim për qëllime pronësie? Tani, bashkëpronësia ekziston në drejtën e autorit. Ta konkretizojmë, si mund të jetë një vepër me disa bashkëpronarë? Veprat audiovizuale janë bashkëpronësi. Pra, duke qenë një bashkëpronësi, një vepër audiovizuale, ligji thotë që në parim është puna e bashkëpronësisë, që ne nuk e ndajmë dot. Pra të gjithë janë pronar të një pjese të veprës, por nuk e identifikojmë dot se kush është kush, sepse bashkëpunimi i të gjithë autorëve në një vepër bashkëpronësie krijon këtë vepër. Nëse ne do i shkëpusnim, ato nuk do kishin kuptim në vetvete. Përjashtim në fakt bën vetëm rasti i muzikës, sepse është konsideruar që për shembull në vepra audiovizuale muzika mund të shfrytëzohet dhe ndryshe. Duke u shitur, për shembull, Pulp Fiction, se nuk vlen sepse ato janë vepra preekzistuese të mëparshme, por për shembull muzika e Interstellarit, për shembull. Ajo mund të shfrytëzohet dhe ekonomikisht më vete. Sigurisht ne bëjmë lidhje me filmin, por shfrytëzimi ekonomik i saj mund të bëhet dhe më vete. Pra, ligji thotë, nëse të autorët janë në gjendje që t'i shfrytëzojnë vetë të veprat të cilat janë pjesë të bashkëpronësisë pa e prishur tërësinë e veprës, mund ta bëjnë. Nëse kjo gjë nuk bëhet dot, atëherë nuk mund të shkëputet. Është njësoj si në parimet e bashkëpronësisë të delës civile. Një pyetje, nuk e di nëse e kuptova qartë, ka të bëjë ndoshta me pronësinë e suportit fizik. Nëse e kuptova qartë. Ka pasion edhe ne kemi bërë fatmirësisht në një rast shumë i tjetër që bëhet fjalë edhe me doshkrimin e veprës Ismail Kadares. Në parim tani ka një gjë që vetra dëse për shembull kemi të bëjmë një pikturë ose me një doshkrim që e dhurojmë ose që e shesim tjerë, ne si autor nuk na ikën e drejta që kemi mbi këtë vepër, por ne na kufizohet shumë të drejtat që ne mund të ushtrojmë në lidhje me të. Për shembull, nëse unë bëj një pikturë dhe ta dhuroj ose sigurisht unë do jem autor, po unë nuk mund të kem dot akses se herë të dua ajo vepër, pse është vepra ime. Jo. Nuk e posedon dot. Se do posedoj aspektin fizik të veprës. Një tregues i kësaj që them unë është ajo që quhet drejta e rishikjes. Për shembull, nëse unë të shes si pikturë, dhe ti nesër pas nesër ke ndosur ta shesësh, unë për çdo rishikje do marr një pjesë të një fraksion të çmimit, që do të thotë që unë do vazhdoj të kem lidhje me veprën time. Kjo paracaktohet me kontratë. Për shembull, në rasti që ju prekët, që nëse dikush ble tek ju një pikturë dhe më pas e shet atë, ju si autor i kësaj vepre duhet të përfiton nga shitja e kësaj vepre fizike. Nëse nuk përfitoj, nëse shitja është bërë pa dieni. Si perceptohet masa e fitimit në raport me autorin e veprës dhe atë personi që nga bler dhe e ka rishitur? Vlera e një vepre përcaktohet nga tregu. Ajo që përcakton ligji është fraksioni i vlerës që do marrë autori për çdo rishikje. Këtë e përcakton. Është një fraksion, 1% e shumës. Shumë e qartë. Si kalohen të drejtat e autorit dhe forma e kalimit të drejtave ekskluzive dhe atyre jo ekskluzive? Të drejtat e autorit, përpara se të përgjigj kësaj pyetje, është do të bëj edhe
që shumë e rëndësishme. Drejta e autorit fakt ka dy po themi element, do thoshë po them të element për bërë shumë të rëndësishëm. Është e drejta e autorit karakterizohet nga drejta pasurore dhe drejta jo pasurore, se drejta morale. E drejta pasurore do të thotë çdo gjë që e ndihmon autorin që ta shfrytëzojë ekonomikisht dhe ndërtove lidhe një kontratë. Drejta jo pasurore është lidhja që ka autori me veprën. Autorësia, ruajtja e integritetit të veprës, momenti se kur autori do përcaktoj momentin e publikimit të veprës, pra që e përcakton autori. Pra të gjithë këto të treja janë elemente të cilat i takojnë autorit dhe ai nuk mund t'i cedoj dot, thot doktrina, teoria. Në fakt në ligjin tonë ne nuk e kemi kaq të ndarë. Autorësia është shumë e rëndësishme sepse sidomos për shembull në tregun e Shqipërisë, në rastin e Shqipërisë, në tregun e Shqipërisë. Ne kemi pasur shumë raste, unë kam parë shumë kontrata dhe për shembull me radio televizione me tjerë, ku thuhet ka klauzule ku thuhet që me lidhjen e kësaj kontrate, autori nuk ka më asnjë të drejtë për veprën, nuk i do të për më emri, na ka kaluar të gjitha. Këto janë, unë do i cilësoja në aspektin personal si abuzive. Është e vërtetë që ligji thotë në një pikë që autorësia një autor mund të heqë dorë nga autorësia, por ka disa kritere thot në ligj, thot ligji. Kriteret janë që nëse natyra e veprës është e tillë, pra, që do të thotë, nëse kemi të bëjmë për shembull me një program kompjuterik, mund ta kuptojmë që autorësinë edhe mund ta çdo. Sepse krijohen shumë programe kompjuterike dhe por ama nëse bëjmë një partiturë, nëse bëjmë një poezi, nëse bëjmë një libër, mundet, nuk mund të konsiderojmë dot që kjo është një vepër që ti mund të heqësh dorë nga autorësia. Pra kjo de fakt do të ka shumë nevojë para punës për rezistencën e vetë autorit të thotë që shko këto këtrash nuk i nënshkruaj këto. Pra do një çik forcë, nuk është e thjeshtë. E dytë punës do dhe një interpretim në favor të para gjykatës të hetohet, të thotë si ke nënshkruar këtë kontratën. Ke qenë i lirë, ke dashur realisht, pra janë se gjëra, po këto duhen testuar këto në gjykatë. Tani, që të kthehemi tek pyetja, e drejta e autorit kalon nëpërmjet kontratave të autorit. Që do të thotë që autori ka të drejtë pa të realizimin e përjetës pasurore që të lidhi kontrata me subjektet të ndryshëm. Për shembull, krijuesi një fakture mund të lidhi një kontratë për shembull me një producent që të krijoj një vepër ose për bazuar në këtë partiturë. Kontrata tani ka një gjë, është që shumë e rëndësishme që thot ligji. Po kjo duhet interpretuar, por ligji thot dhe ka shumë rëndësi, do të bërë me shkrim. Është prapë sërish atë që thash në fillim, pra që autori është pale dobë dhe autori duhet di se çfarë cedon. Së pari punës duhet cedoj një të drejtë ekskluzive apo jo ekskluzive. Për shembull, një rast që marr unë tek festivalet që bëhen në radio televizion e tjerë. Një muzikant, një kompozitor kur lidh kontratën për në radio televizione, duhet lidhë një kontratë që unë do ta konsideroj jo ekskluzive. Pse jo ekskluzive? Sepse kjo këngë do të përdoret për radio televizion thjesht. Pra nuk bëhet nuk ka të drejta radio televizion ekskluzive në sensin që unë do e marr këtë këngën tani dhe do bëj çfarë të dua me të. Ky është kuptimi i ekskluzive dhe jo ekskluzive. Kur themi një kontratë ekskluzive do të thotë që dhe vetë autori nuk e shfrytëzon dot vepër. Pra, pala që ka marr përfituesi i kontratës ekskluzive, pra i licencës ekskluzive, ka të drejtë që ta përdori atë vepër si të dojë ai dhe autori nuk mund të thotë që unë se bëj, që ti se bën dot ose do e bëj te. Ama në qoftë se lidh një kontratë jo ekskluzive, do të thotë që personi që ka përfituesi licencës jo ekskluzive, vetëm përdor vepër. Vetëm e përdor dhe asnjë gjë tjetër. Për shembull, mund të flasë, do flasim edhe më vonë, po rastet e bareve, të lokaleve, të restoranteve, të televizioneve, të radiove që përdorin muzikë, ato janë përfituese të një licence jo ekskluzive. Ato thjesht transmetojnë muzikën dhe aty mbaron. Një licencë jo ekskluzive do e marrë për shembull një producent
Pse? Po sepse ka rëndësi ta ketë jo ekskluzive licencën në kuptimin që ai do bëj muzikën, ai do e tregtoj, ai do e po themi do bëj marketimin, etj etj, mund të bëj edhe një përshtatje, pa çka se për përshtatjen gjithmonë në opinionin tim duhet ketë një kontratë të veçantë për autorin. Po kjo është opinioni im, nuk ha debat. Pra duhet ta marrë të ketë një përfitim të përdorimit të veprave në kuadër të një licence ekskluzive. Nëse një autor konstaton shkeljen e të drejtës së tij online, cilat janë hapat konkret që autori duhet të ndjekë për të parandaluar këto raste abuzita? Atëherë, këtu po flasim teorikisht, si fillim, ka dy momente. Domethënë, momenti i parë më nësjerë është i thonë gjykata, sigurimi padisë, etj për të pushuar shkeljen. Por këto duan kohë. Sado të fillojmë procedurën duan kohë e tet. Eteri në autorit është eteri që duhet brenda momentit kur e ka konstatuar që të bëhet. Atëherë online ka një të mirë sepse për shkak të praktikës që kanë zhvilluar shumë platforma, kryesisht YouTube, se për aty bëhet fjalë, edhe të tjerë për të YouTube, ato kanë, si thua, një sistem vetë-rregullator që i japin mundësi autorëve që autorët ja bëjnë të ditur YouTube që ky material ka një autor dhe që ky përdoret në mënyrë abuzive, të palejuar, të pa autorizuar në platformë. Dhe YouTube i merr masë. Thonë blokon videon e tjerë. Por ka një detyrim që pastaj autori duhet që të paraqesë si dokument ose kërkesë padije ose sigurim padije që të bidet autori përfundimisht që efektivisht ka filluar një rrugë ligjore për mbrojtjen e interesit të tij. Pra është shumë e rëndësishme që të tani ndoshta se do të trajtohet pak më vonë, po është shumë e rëndësishme ajo që quhet agjencitë e administrimit kolektiv. Do ndalojmë pak. Çfarë janë këto agjencish dhe cilat janë funksionet e tyre? Agjencitë e administrimit kolektiv bëjnë atë që quhet administrimin e të drejtave të autorit. Një autor vetëm në tregun sot është e pamundur që ta mbrojë të drejtën e tij. Për shembull, ne tani që flasim, një këngë, çfarë do lloj këngë që të jetë e huaj shqiptare, është duke u luajtur, duke transmetuar në një lokal, në një bar, në televizion. Është e mirë, do të thënë, lejohet kjo gjë? Jo, nuk lejohet, sepse përdorimi i një vepre kërkon autorizim. Pra nuk mund të përdorim një vepër në publik, gjithmonë, jo në kushte të private. Pra nëse jemi brenda ndozome dhe dëgjojmë muzikën, kemi të drejtë, është pjesë e përdorimit vetjak, fair use dhe etj. Por nëse e transmetojmë në publik, ne përdorim një prerogativ, një tagër të autorit. Pra autori përcakton, siç e tha, momentin kur publikon veprën dhe mbi të gjitha përcakton dhe Kujtjet të drejta. Tani autori tani ç'të thotë kjo? Do të thotë që një përdorues, pra një bar, një lokal i ndërgjegjshëm thotë, po çfarë do bëj tani? Ku do shkoj? Sepse dua ta përdor, dua të jem në rregull me ligjin, dua t'i bëj. 100 këngë në ditë. Tani si të bëj? Duke ditur që një këngë mund të ketë 2-3 autor. Gjithmonë këtë duhet ta kemi në parasysh. Për shembull, kënga kemi shumë raste kur gjithmonë marr shembullin e Killing Me Softly. Dhe duke qenë këto agjenci, të paktën kjo i krijon një urë komunikimi shumë të mirë përmedis autorëve dhe përdoruesve. Përdoruesit atëherë thonë, "Ore, ku do shkoj të paguaj?" Të shkosh te kjo agjenci. Dhe kjo agjenci të pajis me autorizimin dhe të pajis edhe me faturën përkatëse për të paguar përdorimin e veprës. Pra kjo është roli shumë i rëndësishëm. Tani ka dhe një gjë që agjencitë e administrimit kolektiv nuk mbrojnë, nuk administrojnë vetëm të drejtat e autorëve lokal. Administrojnë të drejtat e autorëve të huaj në kuadër të atyre që quhet kontrata përfaqësimi. Për shembull, Alba Autor, cilën unë kam patur deri të drejtore para ca kohësh, ka
autori është nga Agjencia e Mësimit Kolektiv që administron të drejtat e autorëve në përgjithësi, përveç atyre të audiovizualit, dhe në mënyrë të veçantë të muzikës. Dhe autori ka lidhur kontratë përfaqësime me shoqëritë si motra, kudo në botë. Itali, Gjermani, Francë, Angli, Greqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të gjithë botë. Që do të thotë që ato na kanë ngarkuar neve për të marrë të ardhurat që grumbullohen nga përdorimi i këngëve të autorëve që janë antarë të këto agjensive, ne pastaj bëjmë shpërndarje. Pra, kjo është shumë e rëndësishme dy aspekte, ose thua hyrëset e dalëse le të themi. Hyrëse është Agjencia e Mësimit Kolektiv jep autorizimin dhe nga ana tjetër Agjencia e Mësimit Kolektiv blen të ardhurat dhe ja shpërndan autorët. Avokat, dua të krijojmë hipotetikisht disa raste për të kuptuar edhe publiku diferencën se kur shkelet e drejta autorit. Për shembull, nëse një këngëtar këndon pa autorizim këngën e një këngëtari tjetër, a jemi në rastin e shkeljes së drejtës së autorit? Po, jemi në rastin e shkeljes së drejtës së autorit. Qartësisht, sepse tham që përdorimi i drejtës së autorit mund të bëhet vetëm me anë të një kontrate. Autori në fjalë ka lidhur një kontratë me producentin e produsin e një fonogrami dhe në fakt ai ja ka dhënë këtij të drejtat për të bërë qarje, por nuk mundet dikush tjetër ta këndojë atë, është njësoj si për shembull dhe në koncertet live. Në koncertet live që shikojmë lart e poshtë nëpër. Është një gjë, ai këndojnë, por nuk e kanë autorizimin për ta bërë një gjë tjetër. Një autor libri spulon se një shkollë përdor materialet e ekipit të tij pa e cituar burimin, apo një punim doktorature përdor fragmente botimesh të mbrojtura nga drejta e autorit pa e cituar burimin. Është shkelje e drejtës së autorit. Ligji lejon citimin e një vepre, sidomos në kuadër të një fushë shkencore, por duhet cituar burimin. Pa citimin e burimit ti bën me një shkelje. Se gjithashtu dhe me çështjen e autorsisë. Si mund të përmirësohet ndërgjegjësimi publik përsa i takon mbrojtjes së drejtës së autorit, sepse ne nuk duam ta pranojmë në mënyrë të zakonshme, rekomandon të shkelim në mënyrë sistematike këtë temë. Unë mendoj që duhet të ketë një debat kombëtar realisht. Do të thonë përpjekjet për shembull nga ana e autorit bëhen edhe përpjekjet nga vetë autorët, por duhet në rastin e Shqipërisë duhet ketë një debat kombëtar shumë të rëndësishëm që duhet përfshirë autoritetet publike. Sepse autoritetet publike kanë rolin e tyre në këtë. Për shembull, inspektoriati mbikëqyrjes së rregullt, një nga detyrat që cakton dhe ligji është që të shkojë tek përdoruesi të konstatoj keni autorizimin apo nuk keni autorizimin. Nëse nuk kanë autorizimin, përdoruesit marrin gjë. Dhe këtu përfshihet vetëm parat lokale restorane, përfshihet radio televizion, përfshihet kablor. Cilet janë përdoruesit më të mëdhenj dhe të cilët duhet që të paguajnë të vlerat më të mëdha për jetës vërtetës. Dhe kur konstatohet shkelje, ato saktojnë një gjollë dhe lajmërojnë gjithashtu te agjenci kolektive dhe autorët, të cilat më pas ata mund të prejnë ligjërisht, qoftë penalisht, qoftë civilisht. Sepse shkelja e drejtës së autorit në fakt se harron gjithmonë, po duhet të është debër penale gjithashtu. Ka të falenderoj për prezencën, të uroj shumë suksese më vërtetësi. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu.